Vazhdojmë me tregimin më të bukur nga Kurani ndër tregimet e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku treguam në ligjëratën e kaluar, kemi biseduar, kemi folur rreth debatit të madh që e bërin me një mbret i cili ishte tiran zullumqar, që e sfidoi dhe e mundi atë në argumente. Pasi që e mundi në argumente, kaloi në etapën e dytë, e cila është me fuqi, ku ai deshti që t'i bën atentat dhe ta mbyt nëpërmes dy luanave, mirë po Allahu azza wa jall ja nënshtroi Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe si dënim i kësaj që nuk ju përgjigj ftesës Allahut dhe u kundërvi pejgamberit Allahut dhe që t'i bën atentat dhe ta mbyt, Allahu subhanahu wa taala e dërgoi një ushtri, e cila ishte ushtri ndoshta e dopt, mirë po ajo ishte një ushtri që e shkatroi atë tiran me krejt ushtrinë e tij. Dhe treguam se Kinemruti ishte një ndër mbretët që kishte posedu këtë botën. E për ata, Allah azza wa jall për ta nënçmuar këtë tiran i cili tha se unë jam Zot dhe unë e krijoj dhe unë e vdes dhe unë e mgjalli dhe unë e kështu, me radhë Allah azza wa jall ja dërgoi një miskojnë e cila i miskoj hini në kokën e tij dhe kishte torturat mëdhoja nga ajo miskoja derisa i doli shpirti duke e torturuar ashtu siç i ka torturuar edhe njerëzit më herët. Edhe me nënçmu se ti e Zot, shikoti një insekt vogël, sikur që miskonja, që nuk duket, ajo ti t'ka bo azab, t'ka dënua derisa ka në transmetime, thuhet se ki ka qenë mbretërinë e tij 400 vjet dhe e ka dënu kjo miskonja dhe 400 vjet tjera, dhe të thot kanë këtë Nemrutin, këtë tiranin e madh. Pas asaj nuk besojnë askush, siç treguam, besoi vetëm se bashortja e tij Sara dhe djali i vllaut të tij, i cili ishte Luti alayhi salatu wassalam, dhe më pas Allahu azza wa jall e zgjodhi këtë pejgamber, e bëri edhe pejgamber edhe Lutin alayhi salam. Pasi që ishte në Harran dhe ndodhi ky skenar, pra Ibrahimi alayhi salatu wassalam e dërgoi Lutin alayhi salam që t'i thret një popull që ishte në Sadum. Ki populli Sadum është në Jordan, në detin e vdekur, dhe merr rrugën Ibrahimi alayhi salatu wassalam dhe bashortja e tij Sara për në Egjipt. Kjo tregon se Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka bë emigrime prej Babiloni, i cili ka qenë në Irak, pastaj prej Irakit ka shkuar në Sham, prej Shamit ka shkuar në Egjipt, si do të shohim, prej Egjiptit kthehet përsëri në Sham, prej Shamit pastaj përsëri udhton në Mekë, e ka bë udhtime të shumta vetëm se me përhap një shmërinë thirrën në një besimin në Zotin, në Allahun azza wa jall. Dhe kur niset shkon në Egjipt, duke shkuar rrugës, atje në Egjipt është një mbret tjetër tiran, një udhëheq tjetër tiran, i cili edhe pse ishte tiran, ishte zullumqar, ishte i shfrenuar në epshtët e tija, dhe ishte i dhënë pas grave ki mbret i cili e kishte dhe parin e tij që ishin shfrenuar. Dhe me këtë tregon se njeriu kur e ka kolegiumin të shfrenum, ndikohet nga kolegiumi i shfrenum. Dhe ki ishte i shfrenum në epshin e tij dhe i dhënë pas grave. Dhe kur ndëgjoj se është duke ardhur një person i cili është i panjohur me një grua, e ku grua e Ibrahimit alayhi salatu wassalam ishte një grua shumë e bukur. Do të thuhet se në atë kohë ka qenë ndër gratë më të bukura, derisa ka transmetime, gruaja më e bukur në sipërfaqen e tokës ka qenë Hava, bashortja e Ademit alayhi salatu wassalam, dhe është dhënë një bukuri e madhe kujna Sarës, së gruas së Ibrahimit alayhi salam. Dhe kur e kanë pa paria e këtij tiranit, se është një person me një grua të bukur, për një herë kanë përçu lajmin kujna mbretit të tyre, zullumqar. Dhe ai urdhëron që ato të arrestohen. Të arrestohet Ibrahimi alayhis salam dhe të arrestohet Sara dhe të dërgohen tek pallati, tek ky mbreti zullumqar, i cili kur i shifte gratë e bukura i kidnaponte dhe i mirte për vete. Duke shku rrugës, Ibrahimi alayhis salatu wassalam ja thot një fjalë. Thot, kur të shkojna tash në atonat e mbreti, ai është në mbret zullumqar, ti ke me thonë se je motra ime dhe nuk je bashortja ime. Pse? Sa ai që i kishte pasën në atë kohë, kur i kishte kidnapu burrin dhe gruaja kishte qenë e bukur, burrin e kishte ekzekutue. E ki i kishte thonë, thuaj se ti je motra ime. E dietarë thënë, pse e ka thonë këtë fjalë? Ka thonë që ti hike, do më thonë ekzekutimit, e para.
Në hadith, pejgamberi alayhis salam thot, Ibrahimi alayhis salam nuk ka gënjur jetën e vet asnjëherë vetëm se në 3 raste. Edhe këto 3 raste janë të regjistruar në Kur'an. E pari rast thot kur o konën ditën e fesës, kur ka ndash me i thi idhujt, me i thi ato skulpturat, putat që i kanë adhuru, ka thonë inni seqim, unë jam i sëmur, dhe nuk ka shku atë ditë, që ato janë mbledh në atë sheshin e matë që të regum, pastaj ki u ka këthi të idhujt dhe i ka thi idhujt. E dyta gënjeshtër është kur ka thonë, kur e ka marat sakicën dhe i ka thi ke dhe ja ka lonë qaf, apo transmetime në dorë, edhe kanë thonën men fale edhe bjali atina, kush e ka bo këtë krim të madh me këto zotrat tonë, Ibrahimi alayhis salam ka thonën bel fa'alehu kebiruhum, e ka bo ai madhi, do të thonë puti më i madh, e ka bo, ka thonë kjo është gënjeshtra e dytë, që di gënjeshtra i ka boe për Allah, thot, që ti binde ata. E duke qenë në transmetim thot e treta është kur ka thonë se ky ylli është Zoti jem, me qëllim për ti bind ata në mënyrë filozofike se kjo u humb, s'ka na Zoti jem, tash është dilli po perëndon so Zoti jem, hona so Zoti jem se po perëndon, do të thonë kështu me radhë tregon se duke perëndu dhe me këtë ka thonë është e treta. E në transmetim kanë thonë jo, e treta dy janë për Allahun, që ka thonë jam i sëmur, dhe që i ka thonë e ka buki i madhi, edhe e treta është me Sarën kur i ka thonë në çka thuaj mbretit që ti je motra ime. Edhe dietor që kanë thonë pse i ka thonë motër, se njërin në Islam, këtë besimtarët janë vëllezër. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah thotë këtë besimtarët janë vëllezër. Dhe motrat të cilat e pranojnë Islamin janë motra në Islam. Si tregoj njoni, kishte thonën nanës vet në fillim kur kishin fillu trit pak më udhëzue, me i bë darsmat islame, me i dog burrat veçe, gratë veçe, e i ka thonë nanës vet në ka thirrën një vëlla ndarsëm, atë e bë darsëm islame. Hajde. E ka thonë çfarë darsëm, valla është një darsëm martohet një vëlla me një motër. Ka thonë budalla, motra me vëlla martohen ti shkon darsëm. Jo be një motër për Islamit. Do më thonë njën të udhëzum njerëzi. Ibrahim alayhis salam ka dash me tregu mi u thonë nëse të pyet thuj është je motra ime. Do më thonë motra ime se në atë kohë nuk ka pas asnjë besimtar përveç se dy bashkëshortëve që ka qenë Ibrahimi alayhis salam dhe Sara dhe Luti tregum. Mirë po si grua e parë në Islam që ka qenë kohën e Ibrahimit alayhis salam ka qenë Sara ashtu siç treguam edhe Muhamedi alayhis salatu wassalam kur i ka ardhur shpallja, njeriu i parë që i ka besuar, pa gruaja e parë, po edhe njeriu i parë është Hatixha radhiyallahu anha që e ka përkrah pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe i ka besuar më njëherë. Edhe kur të shkojnë atë mbreti, ti mos i thuj që un jam burri jot, po thuj që un jam, do të thon vllai yt, edhe mos më përngënjeshtro, kështu si të kum thonë çashtu thuj. Në rregull, edhe ato e arreston Ibrahimin alayhis salam. Subhanallahu, Ibrahimi alayhis salam normal në siklet të madh, se është një mbret zullumqar, i dhan pas epsheve, pas grave, normal që qëllimi i tij është ban amoralitet me bashortën e Ibrahimit alayhis salam. Thot çka boni Ibrahimi alayhis salam? Thot kur e vendosën me një dhomë dhe e burgosën, gjëja e parë thot mori abdes dhe i fali disa rekat namaz. Edhe kjo tregon se njeriu kur në situata të vështira, një prej gjërave që duhet mu kthie para është me marr abdes, mu kthi te Allahu dhe mu mbështet në Allahun azza wa jall me dhe me kërkue mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala. Domethënë për çdo sherr që mundet të më ndodh. Pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe pse ishte pejgamber, edhe pse ishte i ndihmuar nga Allahu azza wa jall, thot kur ishte në luftë, pejgamberi alayhis salam idha fazia shay'un idha hazaba shay'un fa fazia ala sala, kur e preokuponte dhe një çështje diçka e sikletshme, thot u kthente në namaz dhe falte namaz dhe thonte e rihna biha ya Bilal, o Bilal thirë zonin, të rahatona, të qetësona me namaz. Thot Ibrahimi alayhis salatu wassalam thot mor abdes dhe fali namazin. Kur hini thot në dhomë dhe veçoi bashortën e Ibrahimit alayhis salam Sarën pallatin e vet dhe e lan në pallat vet. Edhe kur e pa nga bukuria ju afru s'pari herë e zgjati dorën. Mirë po subhanallah. Ndershmëria e kësaj gruas, besimi i imanit kësaj gruas Sarës, e luti Allahun, tha Allah, tha unë ti e di se të kum besu ti, dhe i kum besu të dërguarit e ti, dhe për hir tonë unë e kum rrit nderin, dhe nuk është afru askush nderin tem, dhe nuk e ka prek askush trupin tem, dhe se ka pa askush trupin tem për pos e burit tem. Çto është gruaja e devotshme, gruaja e sinqertë, e cila e ruan nderin e saj, për ata ka ardhur në hadith
Pejgamberi alayhis salatu wassalam atë shumë i ka vëndu ro kësoj pune, ka thonë men salla khamsaha, kush e fal 5 kohë namazin, wa sama shahra, dhe agjeron muajin e Ramazanit, wa hafidha farjaha, dhe run moralin, derin ajo gruaja, dhe arun pasurinë e burrit, i thuhet hin xhenet, jo vetëm xhenet, nga 8 dyert e xhenetit. Do të thonë hin xhenet nga 8 dyert, zgjedhet cëllën derë dush. Do të thonë është e hap për ti krejt dyert e xhenetit. Do të thonë ajo që i bën kjo gruaja kështu. Ka thonë o Zot, unë këtë kumbo për hirtonin, më mbro nga ki zullumqar që mos të afro dhe mos të prej. Subhanallahu, duke dash më afrua, thot i koçitët dora. Koçitët i mpije dora krejt. Edhe në disa transmetime thuhet se edhe frimarja ka fillu ti ngushtohet derisa shtongët. Edhe kur e shef që, do më thonë, o shtongën, edhe e shef ata se duke i ngrit dur, duke boj lutje, thot kjo, me çket lutje, me çto fjalë që i tha, ma koçiti dorën. Në moment, duke ju ndalë frima, thot, o lutë Zotin, të më liroje, nuk ka me të prek. Thot, e lutë Zotin, o Zot, thot liroje. Pse, në transmetim thënë dietar se ka fillu t'i ndalet frima, e nëse kishte vdek mbreti, normal që ekzekutohet kjo dhe ekzekutohet buri vet. Nga frika se po ju ban deni shert madh deri në vrasje, e ka lutë Allahun që ta liroje krahun dhe ta liroje frimarin e tij. Thot e liron. Sa e liron, përsëri merr, domethënë hop për s'diti t'i afrohet. Edhe këtë thënë dietar të kështu, qafirat kur s'kan bes. Që thënë qafirat s'kan bes. Sa herët që ti e ban një kontrat, ato e thënë kontratën. Sa herët që ti jep një premtim, ti e mba premtimin, ama ato nuk e mbajnë premtimin. Pejgamberi alayhis salam ju ka thonë sa herë premtim jehudëve, jehudët e kanë thënë premtimin. Benu Kainuka, Benu Nadhir, Benu Kurejda, edhe kur e ka bë kontratën me Mekën, me Kurejshitët, kush e thin kontratën? E thin ata kontratën. Domethënë sa herë qafirët e thin kontratën, prapë lutja Allahun më liru, e liroi dorën. Thot pasi që liroi dorën, për streti herë thot ju afrua, për streti herë koçiti, ja të koçiti dorën, edhe koçiti trupin komplet. E tha për streti, lutë Zotin se më nuk të afrona dhe je e lirë. E luti Zotin e liroj. Çka më fitoj bindje ki mbreti se kjo gruaja është një magjistare, është një shejtan që domethënë më hipnotizon, se njeri kur ka sihr koçitët. Thot kjo është një s'ja ka marrë menja se pejgamber e ka mrekulli, e ka Allahu kirameti jep njerëzve të cilët janë besimtar, ka thonën për mos më ndodh diçka e keqe, ka thonë i ka dhonën disa kopë nga delet, i ka dhonën disa dhurata dhe ja ka dhonën thot një grua që e ka pas robresh. Kush o konë kjo gruaja që e ka dhënë robresh, kjo o konën Haxheria. Gruaja e di që pastaj i boti Ibrahimit alayhis salam. Kur ja jep si dhurat, thot pse ja jep? Ndodhën këto të këqija, largohu se ti ndonjë një magjistar dhe një shejtan ka më ndodh diçka e keqe, largohu nga pallati jem, që e ki dhuratat, që e ki plus edhe një robresh, vetëm mos më bësh mua dëni sherr. Mos të bësh mua dëni sherr. E thuhet pse ka qenë robresh kjo tek ki? A thu Ibrahimi alayhis salam kur e ka marrë këtë robresh ka qenë, thuhet se ç'kim mbreti ka luftu me një mbret tjetër, i cili ja ka marrë mbretërinë atina dhe vajzën ati mbretit e ka robrua. Dhe ka qenë kjo emire, ka qenë domethënë kjo princesë, mirë po me luftë, atëherë është bo robreshe këtina. E pastaj ki për mës t'i bër dam, duke pretendu se kam i bë dam, ja jep si dhurat kujna Sarës. Ja jep këtë e cila është nga Egjipti. Domethënë nga Egjipti e merr Ibrahimi alayhis salam. Për ata thot Muhamedi alayhis salatu wassalam se ne e kena ardhën prej Ismailit, nona Ismailit është prej Egjiptit, pastaj Ismaili martohet me arab edhe vazhdon lozet deri tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kur e merr me veti, kur del, e shef se ka dal me dhurata edhe plus me, domethënë me një robresh. E thot në transmetime thot kur Ibrahimi alayhis salam është fal, Allahu azza wa jall ja ka paraqitën fotën në pallatin, çka ndodh me bashortën e vet që mos mërzitet Ibrahimi alayhis salam. Thot e ka pa krejt se çka ka ndodhur, e kur i kallzon thot çka u bë, çto thot Allahu ma tregoi çështu sikur ka ndodhur, kam qenë sikur me qenë prezant unë në pallatin. Pastaj domethënën nisët Ibrahimi alayhis salatu wassalam me dal të thot nga pallati, edhe kthehet Ibrahimi alayhis salatu wassalam kthehet me bashortën e vet, me një robresh,
e cila është do të thotë Haxheria, bashortja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E thot Abdullah ibn Abbasi, thot se ju jeni arabët nga Ismaili, edhe ju jeni në transmitim ka ardhen min ibnu ma isema. Ju jeni djemt bit e ujt nga qielli. Ujt nga qielli. Thot ka me lindën që kjo grua, ka me qenën kjo dhe fëmijët e saj, pasardhësit e saj që kanë me sundu botën. Edhe ka thonë ju keni me qenën bit e ujt të qiellit. Kanë thonë transmetime çka do me thonë në bit e ujt të qiellit, ka thonë e para se arabët nuk ka pas thatësina për vende ku kanë me jetu këta pas një kohë në Mekë, në për vende s'ka me pas ujë, ku ka me pas ujë kanë me bot tenda ose kanë me shkuna për lugina, kanë me pi ujë e ujë që ka me qenë ujë i qiellit. Do me thonë prej shiut, se s'ka do me thonë burime s'është thatësina të vend, burime s'ka pas hiç. Kanë thonë kjo e para. E dyta, kanë thonë ju keni mukonën e ujit të qiellit që ka me ardhur një burim prej xhenetit, i cili është ujti i Zemzemit. Edhe kështu ndodh, do të thot pasi që e merr Ibrahimi alayhis salatu wassalam dhe kthehet përsëri në Haran, kthehet përsëri në Sham, dhe tregon veçon Lutin alayhis salam në Sadum, që ti thret popullin në fe, që kanë qenë shfrenum taj populli. Ndërkohë duke shku në Egjipt dhe duke u kthi Ibrahimi alayhis salatu wassalam, davetin që e ban Ibrahimi alayhis salatu wassalam e pranojnë disa një pjesë e njerëzve e pranojnë fejen. E pranojnë fejen. Kur kthehet Ibrahimi alayhis salatu wassalam, i ankohet Luti se është një popull këtu në Sadum, janë shfrenum, janë të këqij, janë tirana, ja kanë marrë pasurinë edhe ja kanë marrë krejt ato që ka pas Luti alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam e merr disa musliman, thuhet deri në 315 kanë qenë ato burra, kanë shku, kanë luftu, ja kanë marrë pasurinë ative që ja kanë grabit Lutit alayhis salam, dhe do të thonë i ka dobu ata të cilët kanë qenë, do të thonë të njerëzit të cilët kanë bërë sherr në atë vend. E thua se çiki numri ka qenë njësoj luftarëve që kanë luftuar në luftën e Bedrit, çiki numri 315 ka qenë njësoj numri i cilët kanë luftuar Taluti dhe Xhaluti që e kanë mbitën Daudi alayhis salam. Xhalutin kanë qenë 315. E kanë thonë një numër është pesh është ceki ushtarëve, 315 që kanë korë sukses, dhe Allah e përmin Kur'an thot kem min fiatin qalilatin galabet fiatan kathiratan biidhnillah, sa e sa grupet vogla i kanë fitu sa e sa grupat mëdhoja me lejen e Allahut azza wa jall. Dhe pastaj pasi që kthehet Ibrahimi alayhis salatu wassalam në atë kohë i ban 86 vjet. 86 vjet nuk ka fëmijë. Allah e ka përgëzuar Ibrahimi alayhis salam se pastaj e ka me pas dhurrijet, ka me pas ardhës, nubuwet e wal kitab, kam ia dhon Allah ative pejgamberllëkën dhe kam ia dhon libra. Mirë po Ibrahimi alayhis salam po i ban 86 vjet pa ka fëmijë. Në momentin që s'ka fëmijë atë Sara, bashortja e vet i thot merre këtë robreshën, martoje dhe lutë Zotin të t'jape fëmijë se unë jam sterile. Do të thonë 86 vjet faktikisht, do të thonë nuk ka fëmijë. 86 vjet s'ka fëmijë. Thot sa martohet me këtë bashortën e ditë me Haxherën, thot me herën e parë mbet 7 zone. Në moment që mbet 7 zone fillon thot me xhelozue kush? Sara. Edhe kjo është natyrshmëria e grave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pas 9 gra dhe kanë xhelozu, dhe shpesh ka thonë gara ummukum, u bë xheloze apo u zemru apo u nervozu nona juve Aisha, se e ka pas rrenin me net te Aisha, ka ardhën Safia, e cila e ka pas gjellën e mirë dhe ka përgatit gjellën e mirë dhe vën me një pjatë me ushqim, kur hyn tek pejgamberi sa kur e shef ajo që ka hi, i mshon asaj pjatës, ja them pjatën edhe ja rrezon ushqimin. E i thot gara ummukum, xhelozoj tash kjo nona juve, pse? Se ka thonë e ka ditën të unë, pse ki ardhën ti më ushqim, sot hanë të unë dhe pinë të unë, s'ka nevoj ti bish ushqim. Dhe më thonë, xhelozia që është mesin e grave. Në momentin që ka me 7 zone, i ka thonë në di shka, ki me dëbu këtë piktumit. Unë nuk muj mu me e pas, se ka filluar, du më thonë, me mbe 7 zone, tash kjo faktikisht bëhet pak ma e nalë, ke ma e poshtë, robresh, u bo gruje, u bo në ortake, pjo ortake tash pjo kjo ka fëmi, edhe i thot do të me dëbu e piktumit. E do bën, do të thot,
me dobimin i thot atër sa lindën, dhe thot Haxheria, e lind fëmin e vogël i cili e quan Ibrahimi a.s. Ismail, e merr me vete dhe udhton për në Mekë. Prej Sham, tash përsërin Mekë, thot merr pak ushqim me vete, thot kanë qenë shumica e ushqimit kanë qenë hurma, edhe në atë kohë, edhe ka pas thot një enë që cila ka pas ujë. Edhe uji çki uji o kon nga mrekullia që ka pas çat ujë në atë udhtimin e madh, ajo ka pi ujë e uji është shndrun qumsht, e Ismail a.s. ka pi qumsht derisa kanë mrinë domethënë në Mekë. Kur kanë mrinë në Mekë, nuk e paramenyna si kur shtaj që është Meka. Meka ishte shkretir, nuk ishte as pem, as druj, vetëm gur, thot, as gjelbrim, as një sent. Vetëm thuhet, subhanallah, te vendi i Qabës, ka qenë një farguri pak i nalt, si me thonë, si shkamb, edhe ka qenë një dru, një pem e thot, qati afer, vetëm qati. E thot, qka ban? Thot Ibrahimi a.s. e vendon qati, edhe spari herë ku e ul Ismailin, qati e ul. E qëta i shkombi, qati, ku është Qabja, nën Qabën, nëse se ka ditë dikush, nën temelin e Qabës, gjindet Zemzemi. Nën temelin e Qabës, gjindet Zemzemi. E kur e len, do me thonë qati, pasi që e len ati, edhe kthejet Ibrahimi a.s. E len, i len qati, edhe kthen shpinën e fillon me hecë. E i thot Haxheria, apo na le neve këtu, se kthen krijen. Kanë thonë dietar 2, kur të vendosish diçka me e bohe, edhe nëse ajo ta zbut zemrën, mëse kthesh krijen, si ta kthesh krijen, ta zbut zemrën, kthehesh prap. Ka thonë su ka kthi prap, e ka vendos. Kanë thonë e para. E dyta, kur i kalonën, Allahu të ka urdhëruar këtu, atëherë Ibrahimi a.s. përgjigjet thot po. Edhe këshire çfarë gruje, masi Allah thot paska lanë ti këtu, atëherë thot ne nuk na hup Allah neve. E ç'kjo gruje, sot shembull gratë tona, me pasti dhe një punë, me shku dukun edhe mi thonë të shpia, e rej këtu një muj, unë e kam e kanën dukun jashtë. Ti kemi net veç vetë. 24 sat plas. Ku kemi shku një muj ditë, po unë qa kam me bo, qka s'kam me bo, ti thuse, e kilon mi disdejt, ja, kupton, me një bardh vogël edhe ajmo, sa që ishti ka me hangër peshkaqeni edhe u kripu në asajna, kupton. E do thot, kjo është një mësim se ka njëherë do të më kone fort, para me thmit vogël, e kalonën mit dishkretin e vetë, as një njeri për rreth. Ka njëherë t'jele shoqën të shpia, për rreth i ki familje, ki njerëzi, ka vlazni, ka babgjishe, ka atë, ka ketë, me gjitha ta i dalin ment, momentin që e le, mi thonë një dit, më njerë që shkoj të nana, se atë shku 3 dit ka me shku, 2 dit ka me shku, qka janë 2 dit, 3 dit, kur gjo? E na ka ndodhë neve, kër i na konë studime, s'kena pas ka nërë mundësi mi marë bashortët, kena pas mundësi me ardhën 1 javë ose 2 javë ditë, kër e kena pas aeroplanin, i kemi lonë familjet tona 5.000 km për këtu larkë. A kupton? Ndodhë këse raste që mu bu njeri pak i Zotit edhe Allah Azogjel ja qeli rrugën. Subhanallah, nësa është për hirtë Allahut, e le për hirtë Allahut, thot Allahut ka urdhrua, thot po, len ju dhjane, e ka thonë një fjallë që ka mu shkujt një histori, kur Allah nuk ka me hub. Kur e le diçka për hirtë Allahut, vallahi as njerë s'ka mundësi me ndodhë shërë. Edhe, është një porosi, sere që t'alosh familjen, është një do, esteu dio kumullah e ledhi, letu djel uedaj, o Allah po t'alo emanet këtë familjen teme, ti e aji, cili kur nuk e hup emanetin. I le Ibrahimi a.s. në të shkretinën ati, kthehet, thot vjen Gjibrili a.s. edhe godet me kom dhe pja ti pëlcet del uj Zemzemit, që uj Zemzemit ka thonën pejgamberi a.s. ta'mu he tam, o shurbu he shurb, o shurbu he shifa. Ka thonë, ajo uj Zemzemit është për çka ta pish, nëse e pi me nijet për ushqim, ka me t'u bo ushqim. Nëse e pi për nijet për etje, ka me ta hek etjen. Nëse e pi me nijet shërimi, ka me t'u bo shërim. Thot Ebu Dher el Ghifari, ka ardhën prej larë, në Mekë, muzatek, me pejgamberin alayhi salam, e thot nuk pata mundësi muzatek, se pejgamberi alayhi salam kishte qenë me një udhtim, thot 40 ditë e kumpritën. 40 ditë, thot, u harxhu ushqimi, nuk kisha as me hangër, as me pi, thot, vetëm uj Zemzemi kum pi. Kur erdhi pejgamberi alayhi salam, thot, isha trash edhe isha shtu disa fallta në bark. Do më thonë nga uji i Zemzemit, se ka ardhur me bindje për Allahut. Çaj uji i Zemzemit ju ka bëu, do më thonë çka? Ushqim. Ju ka bëu, do më thonën atij personit. Tjetra, thot, pastaj
që ka lindën Sara, mas 18 vjetëve ka lindë Sara, e ka lindë Ishakun, e cili ka qenë mes Ismailit dhe Ishakut sa 18 vite, do më thonë dallimi. Edhe kjo tregon se Allahu Azza wa Jall kur don diçka, nuk ka diçka që e kthen. Edhe çka ndodh, kjo është shumë interesant, kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam pasi që e le në Mekë atje, edhe thuhet brenda kohës aty kur është kthie, kur Ismail alayhis salam u ka bojë i madh. Kur Ismail alayhis salam pastaj është martuar. Pastaj ka ardhur edhe një herë kur e ka ndresh qafën. Domethënë ka ardhur 3-4 herë ka qenë, ka vizitu, ama kanë kalu shumë vjet. Shumë vjet kanë kalu derisa thuhet transmetim, domethënë 86 vjet i pas ka pas kur ka lindën. Edhe 13 vjet plus pas asajna Ibrahimi alayhis salam domethënë në plakët, edhe është me bashortën e vet, bashortja e vet plak. Domethënë sa i ka mujt mi pas në 100. Thot, duke nejtë shpinë e vetë, vinë 3 persona në formë të njerit me pamje shumë të bukur. Ibrahim alayhis salam kur nuk e kishte pa këta njerëzi. Vinë misafir. Kur, do të thonë, kjo tregon se bujaria e Ibrahimit alayhis salam, thot shkon me një herë e pret një viç. E pret një viç, misafir kanë ardhur shtëpinë tim u kri. Drejt shkon e pret një viç. E pret një viç, e përgatit, Allah thot wa qarraba ilayhim, va ka afru ative, merrni. Ato s'kan thonë, ka thonë, pse nuk hani? Wa qarraba ilayhim ala ta'kuluna, nuk po hani? U ka mërzit kur e ka po që misafiri nuk po ha, domethënë misafiri kur nuk pi çaj, nuk pi kafe, nuk ha, domethënë ki ka ardhur për të një punë diçka të keqe, jo të mirë, se domethënë nuk po ha, nuk po pi. Ka thonë mos u tut o Ibrahim, se ne nuk kemi ardhur këtu me hangur me pi, ne jemi melek, ne as hajm as pi. Zoti na ka dërguar te ti, edhe kena një punë tjetër me shku ta gjeli vllavit tan ta i luti. E ka thonë çfarë punë keni me mua? Ka thonë Allahu Azza wa Jall ka bo emër që ti ke me pasën fëmijë me Sarën. E Sara masdere tash ka ardhur misafir çuditshëm, si ka njoft duke ngu masdere. Kur kanë thonë melek që Allahu ka me të përgëzu ti me një fëmijë, me një djalë, dhe ai djali ka mu kon pejgamber, ai thot feseket wajhaha wa qalet ajuzun hakim, e ki pa të gratë plaka kur ta ngusish diçka ti thush mos të kime me 7 zonat për pimarës, thot shamin e mshef, e kam shef ftirën, edhe ka fillu feseket wajha, e kam shef ftirën, ka thonë ene ajuzun hakim, unë jam plak sterile, ene sterile, edhe plak qish ka me lind unë, du më thonë kjo është hajgare. Ka thonë Allahu kështu ka dasht, edhe qatëherë mbet 7 zone kush? Sara. Pe ati me leku nisën me shku te populli i Lutit, e cilët e kanë shfrenu dhe me i shkatru që ta tregojna ligjëratat e ardhshme. Do të thonë ka pasën fëmijët të di, edhe Ismailin, edhe Ishakin, që Allahu Azza wa Jall pastaj do të thonë këta dy i ban pejgamber të Allahut Azza wa Jall. Dhe pastaj Ibrahim alayhis salam thot pasi që e lën bashortën e vet, e lën shkretir, e çka do të thonë njëri kur e lën dhe me çka të përfundojna, kur e lën familjen e vet, mi ngrit dur të Allahu me kërku që Allahu t'i ruajë. E thot krejt ka qabja dhe bani doa. Thot Rabbena inni eskentu min dhurrijeti bi wadin gajri zarrin inde bejtike l-muharram. O Allah, unë e lash pas arsit e mi, familjen teme, tek një tokë e cile është shkretir pa kur gjon heq. Edhe nuk bohot ati bereqetin atë ven. Gajru zarrin inde bejtike l-muharram, afër shtëpisë tonë qabës marrë sa loso konë ndresh qabja. Qabja ka qenë e prisht, pastaj që ka tregojmë se si ta rregullon Ibrahimi alayhis salam. Rabbena li yuqimu s-salah, o Allah, di pse i kumlonu në këto? Që këto të bëhen sebeb me i ftu njerëz me fal namazin. Li yuqimu s-salah. Faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun, dhe bën këtë vend që ketë fytyrat e njerëzve të vinë këtu të kthehen ka kjo kibla, të falin namaz dhe vinë ta bëjnë këtu haxhin dhe furnizojnë nga mirat nga mirësitë e tuaja që të falenderojnë. Para menon, domethënë në shkretire e madhe, Allahu Azza wa Jall thonë me çket duan Ibrahimit alayhis salam, sot e kanë gjetën naftën, që sot janë bën miliarderat më arab nuk e dinë edhe parat ka i kanë. Edhe mirësit atë shumëta dhe ka një ujë zemzemit i cili zanafilën e saj e ka në xhenet,
e mirësitë e tokës, që e tokë që s'ka bo as bim, që e tokë që s'ka as gjelbrim, as lule, as bereqet, që e tokë ka qitë naft, as të madhe, sa që sot bota këtë janë varë, një muhabet del se u ka ngushtu pak, më njeri ka panika, i mshelin benzin, s'ka dalin njerëzit halakatën qka, u ka nalët qaj nafti, ku Allah u ka bo ative që ati tunet me fitu, me pas, kanë thonën me cëllën, me duan e Ibrahimit a.s. se ka sakrifiku, e ka marrë bashortën e vetpjatje, e kalon shkretir, e kalon me qindra mija kilometre, e kalon ati për hirtë Allah dhe ka bo dua Allah, nuk i ka hupja, ka gjithë zemzemin dhe u ka bo, du më thonë që sot ketë bota t'jem vartë me shkun qatë ven, me shkun qave, sa miliona e miliona haxhiler e umbrëgji shkojnë në atë ven, e sa fitohet nga ekonomia ati venit, e sa fitohet nga nafta dhe nga haxhi dhe nga shumë turista që shkojnë atje, du më thonë kanë thonë është një nga duat e Ibrahimit a.s. e që ka thonë, o Allah, unë e kam gajle ato të falin, o Allah t'i furnizoj që ata të adhurojnë ti, edhe dhe më thonë në kam ndodhë kjo që është mesin e njerëz. Deri me që kaq e sosim këtë cikël, e do të vazhdojmë edhe me Ibrahimin a.s. edhe një 2-3 religjërata deri sa ta përfundojmë këtë histori të madhe, këtij pejgamberit të madh, që kemi shumë dobi nga ky pejgamberi zgjedhur Khalilullah, miki Allahu deri në takime të tjera. Allah i shpërblet wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.